treguam se nuk duhet i lëm anash ibadetet cilat i kemi bën. Nuk duhet që të mjaftohemi vetëm me Ramazanin cilin e kemi agjëru, vetëm me namazin e natës cilin e kemi bën ta, vetëm me leximin e Kuranit cilin e kemi bën në Ramazan, vetëm me duajën cilin e kemi bën ta e kështu me radhë, çdo vepër të mirë, po ne duhet që ta vazhdojmë këta. Për shkak se vazhdimi i një vepre të mirë është shenjë e pranimit të saj. Kurse lania e një vepre të mirë me kohën e cilën e ka pas, atëherë Zoti na rujt edhe mund të jetë shenjë e mospranimit të saj. Prandaj, kushton i cili e ka fal namazin e natës, le të vazhdon me namazin e natës, qoftë edhe me 2 rekate. Kushdo i cili ka agjëruar Ramazanin komplet, le të vazhdon me agjërimin e 6 ditëve nafile, 6 ditë të Shevalit, të këtij muaji që kemi hyrë vetëse. Kjo është dita e parë. Për shkak se e ka shpërblimin, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se e ka agjëruar sikur të në vitin. Andaj me pak fiton shumë. Kështu Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm për robërit e vet. Mirë po, nëse ne, siç e përmendëm, i lëm këto ibadete me përfundimin e Ramazanit, atëherë na pasmi defekt. Çfarë defekti pasmi? Për shkak se nuk e kena kuptuar qëllimin që Allah azza wa jalla na i bëri obligim neve. Në fund të ajetit Allah subhanahu wa taala kur e bëri obligim agjërimin tha la'allakum tattaqun, tha që ju të bëheni devotshëm. Atëherë devotshmëria nuk është vetëm një muaj. Devotshmëria nuk është një kohë e caktuar me të cilën ti duhet të jesh dhe pastaj ta lësh. Jo, devotshmëria është mbill në Ramazan dhe duhet vazhdon derisa ta takojna Allahu subhanahu wa taala. Derisa të vdesim dhe të hyjmë në varret tona. E të bëjmë varret tona kopshte prej kopshteve të xhenetit, Allahu na i mësoft. Mirë, po nëse na nuk e kena kuptuar thelbin e agjërimit, i cili ka që ne të bëhemi devotshëm, atëherë kjo është kon një defekt. Kjo ka qenë një defekt në cilën ne nuk e kemi kuptuar. Sepse Allah azza wa jall nuk na i bëri agjërimin vetëm një muaj ta adhurojmë Allahun azza wa jall me shumë ibadete dhe pastaj ta lëm. Për shkak mirë pa agjërimi është një lloj piknisje, lloj e maratonës, ato maratonat e ngata kur ata sportistat vrapojnë ngat, ata ja nisin kadal. Për shkak se rruga është e gatë. Edhe na ja kena nis Ramazan, mirë po duhet ta vazhdojmë ata. Sepse nëse përfundojna sikur se ato 100 metrash në vrapimin, atëherë nuk kena marrë kur gjon se shumë pak prej saj. E kur ta vazhdojna na këta, deri kur e vazhdojna, finalja jonë është takimi me Allahun subhanahu wa taala. Finalja jonë është hyrja në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo me të cilën besimtari duhet sinon me Ramazan. Pastaj ajo me të cilën shpesh herë përballemi dhe kemi frikë ndaj saj është se me shkuarjen e Ramazanit disa prej muslimanëve fatkeqësisht i lënë edhe farzet. E lënë farzet cilat Allah subhanahu wa taala neve na i ka obliguar. Ashtu sikur se Allah azza wa jalla na i obligoi agjërimin, ashtu Allah azza wa jalla na i ka obliguar namazin. Ashtu Allah azza wa jalla na i ka obliguar zakatin. Ashtu Allah azza wa jalla na i ka obliguar disa vepra tjera, cilat patjetër ne si robër duhet i vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Është me patjetër. Për shkak se me lë namazin pas Ramazanit, kur ti e fal një muaj, atëherë është fatkeqësi. Atëherë është problem kjo. Dhe nuk është kuptuar qëllimi i Ramazanit, subhanallahu. Prandaj besimtari nuk duhet t'i humbet mundësitë cilat ja ka dhënë Allahu azza wa jall. O vllazni, vallahi nuk ka vlerë më të madhe se sa Allah me ta që na i ka mësuar me arrit Ramazanin edhe me përfundu. Pasha Allah, sikur t'ju thuhet banorëve të Varrezave, çka kishin dash diçka prej dunjas, kishin thonë vesh kish mi agjëru një ditë prej Ramazanit. Vesh tish mi çu vesh një ditë kish mi agjëru. A e dini pse? Nuk dojnë vepër tjetër? Për shkak se në hadith kutsi është transmetuar se Allah subhanahu wa taala ka thonë, agjërimi është për mua, edhe unë shpërblej për agjërimin. E shpërblimin e agjërimit askush nuk e din. Në një transmetim në hadith ka ardhur se kush e agjeron një ditë për hir të Allahut, Allah azza wa jalla do t'ia largon fytyrën nga zjarmi i xhehenemit për 70 vite. Thot për një namaz nafile, mirë për agjërimin farz, në cilin Allah azza wa jalla bani obligim agjërimin, e zbriti Kur'anin, fjalën e tij, e kështu me radhë, atë shpërblimi është i pakrahasueshëm.
Prandaj besimtari nuk duhet që ta humbet këtë shpërblim me kalimin e Ramazanit. Se ata cilët e kuptuan qëllimin e agjerimit, Allah subhanahu wa taala tha: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin tënd deri kur? Deri në përfundim të Ramazanit, deri në përfundim të vitit 2026-2027, deri kur? Deri sa të vijë vdekja. Andaj kjo duhet jetë synimi besimtarit, se me adhurimin e Allahut azza wa jall synojna deri në takimin me të. O vllazni, kur t'hina në xhenet nuk ka mo namaz me fal. Kur t'hin robi në xhenet nuk ka mo ibadet, atëherë vetë se ka me shiju rezultatin e të mirave, çka i ka bërë në dunjë, e merr rezultatin në xhenet. Kjo është synimi besimtar, a nuk ja vlen mu lodh qoftë edhe 100 vjet për Allahun, a? Na i ka dhënë krejt atë mirat. Na ka begatu me çdo sent mirë, a nuk ja vlena? Pastaj si shpërblim për këtë Allah azza xhel çka jep? Xhenetin e jep. Të mirën ta që siç ka ardhur në hadith që robi as nuk i ka pas, nuk mundet me imagjinu. As nuk i ka dëgjuar, as nuk ka mundësi me as me i paramendu. E për ata robi duhet të jetë syçel që mos t'i përfundon gjërat me një muaj. Mirë, po t'i vazhdon ato deri në takimin me Allah subhanahu wa taala. Andaj një prej ibadeteve të cilët robrit duhet i bëjnë është falja e namazit. Andaj ashtu sikur se në Ramazan jena mbledh dhe kena fal namazin bashk, sidomos namazin e Taravis, pastaj namazet me xhamat. Dhe takimi mes vëllezërve namazi prej namazit tjetër i shlyn gjunohet. Takimi me vllaznik në xhami e shton dashurinë mes veti. Çdo hap për xhami kish problem, çdo qëndrim në xhami kish problem, çdo dhikr e ki me shumë fish ma shumë. Andaj nuk duhet humbet, sepse shpërblimin mund ta vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Ashtu siç transmetohet në një hadith se namazin farz kur ta falim, atëherë e transmeton Taberaniu në El Aswad se thot nga Abdullah ibn Mesudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur zgjoheni me fal sabahin, atëherë thot digjeni. Çka me djeg? Mëkatet. Pastaj vazhdon edhe në drek. Digjeni. Yahrikun. Çka me djeg? Gjunohet deri në namazin e Yacis. Pastaj namazin e Yacis kur të falet, atëherë jeni pastru prej atyre gjunave që keni bën mesin e namazeve. Jeni pastru dhe kur të flini, kur të bini me flet, atëherë nuk ju shkruhet asgjë prej gjunaheve derisa të zgjoheni prapë në mëngjesin tjetër. Për çka nuk ju shkruhet asgjë prej gjunaheve? Për shkak se i keni fal namazet, të cilat Allah subhanahu wa taala i ka bërë obligim. Sepse Allah azza xal kur të thirr, ti i përgjigjesh. Sepse nuk është muezina i cili thret për namaz, është Allah subhanahu wa taala. Allah azza xal thirr në parë, hayya ala salah, hajde në namaz. Kurse kush i përgjigjet thirrjes parë, hayya ala al-falah, hajde në shpëtim. Andaj kush e don shpëtimin, le ta ruaj namazin, sepse me namaz robi hyn në xhenet. E kush e lën namazin, Allahu na ruaj, mund të jetë kandidat potencial për në xhehenem. Lutim Allahun azza xal që t'i ruaj muslimanët prej kësaj gjendje. Pastaj në vazhdimsi me namazin është se inna salata tanha anil fahsha wal munkar, sepse namazit largon prej veprave thurrura, sikurse janë zinaja, moraliteti, Allahu na ruaj, pa edhe veprat e këqija. E namazin kur robi e ban, atëherë ai vetë se Allah azza xal ja ka bërë një mburoj mes tij dhe mbes veprave të këqija, për shkak se një person i cili e fal namazin çish duhet, ai nuk mundet me i mashtru muslimant. Një person i cili e fal namazin çish duhet, ai nuk mundet me ta dash të keqën mas shpine. S'mundet se le namazi. Ai i cili e fal namazin çish duhet, nuk ka mundësi ai me dal me pi alkool. Për shkak se namazi ka ndikimin e vet. Pastaj në ajetin ku Allah subhanahu wa taala tha illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Tha përveç atyre të cilët janë të vazhdueshëm në namazin e tyre. Për shkak se njeriu është i krijuar i dopt dhe i nxitum. Njeriu është i nxitum, e nxiton punë.
i nxiton dunjon krejt. Mirë, po kur vjen puna për shembull te ibadetet e Allahut Azza wa Jall, atëherë ngurron. Ama Allah Azza wa Jall e përmeni tha përveç atyre të cilët janë të vazhdueshëm namazin e tyre, jo vetëm Ramazan. Jo vetëm Ramazan. Duhet robi patjetër që të jetë i vazhdueshëm edhe pas Ramazanit, deri në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, sikurse kemi vrejtur se në këto 10 net e fundit, secili prej nesh spaku 2 rekate namaz nafile i ka fal, ose edhe veç natën e 27 ka fal diçka prej namazit natës. Atëherë çën ka mundësia, atëherë mos ta ndalim namazin e natës, edhe pas Ramazanit. Për shkak se nëse dikush, siç është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thonë, nuk ka ndonjë njeri që e ka zakon ta fal namazin e natës. Pastaj bjen me fjet, edhe nuk mund zgjohet për me fal ata, mirë po vetë se tek Allah Azza wa Jall i shkruhet sa i ka fal namazin e natës. Për shkak të veprës vazhdueshme një, edhe e dyta, çështja e niyetit cilin e ka besimtari. Pastaj me radhë vjen adhurimi e agjerimit, e cila kjo ka qenë shkollë për neve. Ka qenë shkollë në cilën jemi eduku, se na po mujshme me nejt pa hongër dhe pa pikë, na po mujshme me nejt pa i bon disa gjunohe, na po mujshme me i largu disa të metat cilat i kena. Spaku, nëse të ka shku menja me bot diçka keq, mos pe dopsaj agjerimin, mos pe humbi shpërblimin. Andaj kjo duhet jetë edhe mas Ramazanit. Kjo duhet jetë edhe mas Ramazanit, që ne ta kemi atë synimin, mos nështë Allah Azza wa Jall s'mi pranon këtë çka i kum agjeru. Kjo është frika e besimtarit, se për një muj, e pastaj për një kohë shumë të shkurt me hub komplet atë çështjen e një mujve, atë madhrimin e Allahut Azza wa Jall për një muj, nuk ja vlen vallahi. Nuk ja vlen, se Ramazani është jetë. Pse është jetë? Për shkak se në ta është nota e Kadrit. Kjo është jetë. Për shkak se në ta janë shkruajt caktimet e Allahut Azza wa Jall. Në ta ndoshta janë shkruajt për banorëve të xhenetit. Kjo është ajo me cilën besimtari e ka pikësinim agjerimin. Andaj përderisa kena mujt 30 ditë me agjeru, pa mos e prish asnjë ditë, hiç. Atëherë mujna edhe pas Ramazanit me vazhdu agjerimin, sikur se është sunet të hanë edhe të njëjtën. Apo 3 ditë prej mujit, çdo muj të bardha, 3 ditë e bardha me agjeru. Mujna, mirë po na ka plon dunjaja edhe i harrojna. Mirë po ata cilët dëshirojnë me fitu me pak, e kanë mundësimin me agjerimin e ditëve Shevalit që përmendëm. Edhe kjo është për një muj rresht inshallah mas Ramazanit. Ju këshilloj veten edhe juve mos i leni këto 6 ditë. Mos i leni këto 6 ditë. Për shkak se me 6 ditë me fitu shpërblimin, sikur se ke agjeru në vjet, vallahi është shpërblim i madh. Prandaj kujdesuni edhe mos e leni ata. Pastaj ibadeti i zakatit na ka mësuar neve se na po mujshme me dhon prej pasurisë tonë. Sikur se obligimi i zakatit të përgjithshëm, mëse obligimi i zakatul fitrit, apo edhe i sadakas. Se në Ramazan njeri bëhet ma bujar. Allah Azza wa Jall ja zbut zemrën. Andaj edhe mas Ramazanit ta vazhdojmë me dhon para Allah. Edhe mas Ramazanit ta shijojmë ata me ndihmu dikujna për Allah. Nuk është vetëm zakatul fitri me ndihmu sot edhe u kry puna mo. Deri në mot. Jo. Ndihmojmë për Allah vazhdimisht. Se nëse ne ja largojmë një breng një vllau ton, Allah Azza wa Jall do të na largoj një breng ditën e Kiametit. E ditën e Kiametit brengat janë të mëdha vllazni. Nuk janë brengat leta. Sado brengat e dunjos që mujnë më kontrona, nuk krahasohen me brengat e ditës Kiametit. A e dini pse? Për shkak se çështja madhështore. Në hadith kur është transmetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë keni mu ringjall zhveshur edhe të pabëm synet. Aisha radiallahu anha, nana e besimtarëve tha, o i dërguari i Allahut tha, çush kena më kon zhveshur se ajo kishte gajlën e moralit. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, o Aisha, çështja tha është shumë e madhe. Çështja është shumë e madhe. E kërkuj nuk i bjen mend me këshir kërkan, përveç se veten e vet. Andaj dita e Kiametit neve na mëson që na duhet ta shikojmë në pikë nisje veten tonë, që na të mirëmi me veten tonë. Sepse nuk mundna me ndryshu askant përveç vetes tonë. E nëse ndryshojna veten tonë për të mirë, atëherë edhe rrethin tonë kena mundësi me ndryshu, me urdhru për të mirë edhe me ndalu nga e keqja. Pastaj ata cilët kanë pas mundësi me shku në umre apo edhe në haxh. Le të bëjnë jetët e tyre që të vizitojnë këto vende të cilat Allah Azza wa Jall i ka bërë të shejta, i ka madhruar Allah subhanahu wa taala.
sepse Kabi është shtëpia e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është ndërtu prej Ibrahimit alayhi salam, i cili ka vendosur themeli, i ka ngritë themelet e Kabës. Andaj kushdo që ka mundësi, mos ta humbet mundësinë e shkurjes në umre apo në haxh. Pastaj me radhë vjen një prej ibadeteve të cilët shumë shpesh anashkalohet. Ndoshta edhe pak përmendet, ajo është qëndrimi, el istiqametu ba'da Ramadan. Qëndrimi pas Ramazanit, në çka me qëndru? Në ata çka e kanë Ramazan. Në ibadetet të cilat i kanë Ramazan, qëndro edhe pas Ramazanit. Për çka? Për shkak se kjo është shpëtim ditën e gjykimit. Për shkak se kjo është një sukses i madh në cilin e ke marrë prej Ramazanit dhe është prej shenjave siç e përmendëm, cilin Allah azza wa jall edhe e ka pranuar këtë ibadet. Andaj na sikur se i lutemi Allahut azza wa jall në çdo namaz, ihdina siratal mustaqim, o Allah udhëzon në rrugën e drejtë. Andaj kjo istikame, kjo qëndrueshmëri duhet të jetë pikë së pari në madhrimin e Allahut subhanahu wa taala me njësimin e tij. Pastaj, siç e përmendëm me namazin, agjerimin, zakatin e kështu me radhë. Këto janë gjëra të cilët dëshmojnë se ti ke qëndruar pas Ramazanit. Kur një person e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha, më thuaj një fjalë që do të mjafton, tha. Nuk do të kem nevojë ta pyes askënd. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thuaj amantu billahi thumma istaqamtu. Tha, thuaj besova Allahun, pastaj qëndrova në ta. Me qëndru në besimin e Allahut azza wa jall është çështje e madhe. Nuk është çështje e lehtë. Për shkak se të vinë sprovat, ta lakundin imanin. Të vinë sprovat dhe të mundesh me deviju. Mirë, për para ta na i kërkojmë Allahut azza wa jall në çdo namaz që Allahut na udhëzon rrugën e drejtë dhe të na mbron nga devijimi. Andaj prej veprave të cilët duhet i bëjmë është edhe të llogarisim vetët tona më shpesh mas Ramazanit. Për shkak se kur robi e llogarit veten e vet, atëherë nuk e lën që ai të shkon në thellim të mëkateve. Mirë, po i rrin vetit gati me pendim, i rrin vetit gati me istikfar dhe nuk e lën në thellimin në mëkatet në errësirë. Sepse kur të fillohet një errësirë ka shumë më problem pastaj me dal. E kur hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, atëherë llogaritni veten e juve para se të vini në llogari. Kjo është ajo fjala e Omerit radhiyallahu anhu, në cilën robi e llogarit veten para se të dalë në llogari tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allah azza wa jall tha për ata të cilët kanë qëndruar, kanë pas iman, tha Allah azza wa jall në Kur'an, tha innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل نزولا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an tha, ata që thënë Zoti jon është Allahu, edhe pastaj kanë qëndruar këtë fjalë. Allah azza wa jall thot, ju zbresin me lekt. Jo në dunja me të zbrit me lekt edhe me thonë mirje, ja. A di kur zbresin? Në momentin më të vështirë zbresin me lekt. Në atë moment kur ti je duke u nda nga kjo dunja dhe je duke shku tek Allahu subhanahu wa taala. Në momentin e vdekjes, me lekt ju zbresin robërve të cilët kanë qëndruar në fenë Allahu subhanahu wa taala. Robërve të cilët nuk kanë ndryshuar asgjë prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ai qëndrimi. Kjo është ku Allah azza wa jall e përmend në Kur'an, tha, por juve mos keni frikë sot, as mos u piklloni. Dhe gozohuni se për xhenetin që ju është premtuar, dhe thot ne jena mbrojtës juve në këtë gjendje, në këtë jetë. Prandaj o vëllezër, kush e don që në atë ditë kur ti merret shpirti të zbresin me lekt, atëherë let qëndron në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj për fund është se qëndrimi në rrugën e drejtë apo istiqamja në rrugën e drejtë është shkak për shtimin e të mirave dhe bollokut. Sikur se tha Allahu subhanahu wa taala, wa an law istaqamu ala tariqatin la asqaynahum ma'an ghaddaqa. Andaj tha, nëse qëndrojnë ata, tha, në rrugën e drejtë, ne do t'i furnizojmë me ujë të bollshëm.
Andaj Allah azza xal do t'i furnizon ata cilët kanë qëndruar në këtë rrugë, në rrugën e Islamit, në rrugën e namazit, në rrugën e agjerimit e kështu me radhë. Allah nuk do t'i humbë këta njerëz. Allah do t'i ban inshallah këtyre xhennet në dunja dhe në ahiret. Prandaj robi duhet të jetë si qel dhe mos ta mashtron dunjaja. Për shkak se kullu men alejha fan, çdo gjë ka mu shkatërru. Dunjaja dhe çka kanë ta, e do të jetë vetëm Allahu subhanahu wa taala ashtu siç i takon atij. Prandaj o vëllezër, më e dashur tek Allahu azza wa jalla është një istighfar, një astaghfirullah, një subhanallah, një alhamdulillah, se sa dunjaja dhe çka kanë ta. Andaj keni kujdes e mos ta lëm veten tonë në thellësinë e mpirjes prej dunjas, se nganjëherë kur dunjaja ta rrog dikam përpara, është shumë më keq se sa ata i cili është deh prej alkoolit. Për shkak se i cili është deh prej alkoolit, ndoshta mas një dita 2 maksimumi kthillet. Ama ata të cilin e ka deh dunjaja, është shumë problem për me u kthil. Lusim Allahun azza wa jalla që Allah të na i pranon veprat tona të mira. Lusim Allahun azza wa jalla që Allah të na bën prej robërve të cilët Allah i ka shujt emrat e tyre, të familjeve të tyre, prej banorëve të xhenetit. Lusim Allahun azza wa jalla që të na ka pranuar pendimin tonë. Lusim Allahun azza wa jalla që të na ka pranuar namazin, agjerimin dhe çdo vepër të mirë. Lusim Allahun azza wa jalla që të na i fal gjitha mëkatet që i kemi bërë me dije dhe pa dije. Lusim Allahun azza wa jalla që të na i pranoj imanin tonë dhe të na forcojnë ta. Lusim Allahun azza wa jalla që ashtu siç na ka bashkuar këtë vend, na bashkon edhe në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim.